Evi Kokalari, aktivistja shqiptare-amerikane, ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale ndaj kryeministrit Edi Rama këtë herë, pasi një ditë më parë ky fundit gjatë një takimi elektoral solli në vëmendje fotot nudo që janë publikuar rreth 2 dekada më parë. Rama u shpreh se fotot e tij mund gjenden sot duke i kërkuar në Google, thirrje kjo që është konsideruar si jo etike. Kokalari në reagimin e saj thekson se si mund t'jesh 12 vjet kryeministër por gjithashtu prind dhe ti drejtohesh minorenëve në atë mënyrë, jam pa fjalë. Situata politike në Shqipëri është realisht tragjike, thot Kokalari. Mirë po, për gjithë ata që i bëjnë moral në këtë drejtim, Rama i ironizoi sot që në pikë të mëngjesit duke i cilësuar si zhabulan që duan të bëjnë dhe moralistin. O pika, unë sipas tyre në takimin me votuesit e para atje që po tregoja një histori me Pandemajkon që lidhet me historinë tonë dhe ishte episodi i nxjerrjes fotove të mia nudo dikur në fushatën e 2007-s nga këta zhabulanët që duan të bëjnë dhe moralistin, na tregojnë se çfarë është familja dhe përmendaj që janë në Google. Në Google janë të mbuluara, e dyta nuk ishin fëmijë ata, e treta si ka mundësi? Ku e gjejnë këta kapacitetin të më bëjnë mua moral kur çdo ditë u tregojnë fëmijëve, familjeve se si nuk duhet të sillet dhe çfarë nuk duhet thot një njeri me akuza e sharje ekstreme, si ka mundësi? Jam pa fjalë, thot edhe Edi Rama si Kokalari. Kryeministri ka vazhduar edhe sot duke cilësuar pjesën më të madhe të njerëzve si çyryk dhe gjysmak. Duke komentuar opozitën, Rama e konfirmoi sërish se mbështetësit e Sali Berishës janë të gjithë çyryk dhe gjysmak.